Pas datës 9 dhe në vijim ne presim edhe intervalet apo temperaturat më të larta që shënohen të paktën përgjatë korrikut. Për sa i përket montit, parashikohet që paraditët jenë me diell, megjithatë edhe dita e sotme, por e marta dhe mërkura do të rrezikohen nga rrebeshje kryesisht zonat malore, Barancuri, Kuka, Bulqiza, Peshkopia, Librazhdi, Elbasani, momente me pikashiu në zonat caktuara në Tiranë, Juglindja, po ashtu qarku i Korçës parashikohet që të ketë rrebeshje, pothuajse përgjatë këtyre 3 ditëve, pra edhe të hënën dhe të martën dhe të mërkurën. Të mërkurën, mundësia e rreshjeve është akoma më e ulët, ku presim që të jenë më të pakta, do të jetë dita e martë, e cila do t'i ketë rrebeshjet më të dukshme. Që nga dita e njëjtë probabiliteti dhe fundjava gjithashtu është i mjaft i lartë që rreshjet të mos ketë fare, kryesisht vetëm skaj verior dhe një rrebeshje izoluar, na prek një mont i thatë dhe relativisht i nxehtë. Temperatura të larta nga e njëjtja dhe në vijim, temperatura tipike korriku i presim në pjesën e parë të kësaj jave. Duke qenë se parametri i erës në momente të caktuara në fakt do të jetë her pas here mesatare, por edhe e fortë, kjo do sjellë një problem mjaft të lartë, sidomos në zonat kukazjare, duke zgjeruar hartën e zjarreve, pasi vetë parametri i erës është një parametër shumë problematik në rastin shoqëruar kjo dhe me temperatura të larta, sjell një shpërndarje të erës duke zgjeruar akoma më shumë hartën e zjarreve. Sa përket situatës në rajon? Republika e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut po përjetojnë një motë relativisht të freskët, flasim të freskët gjithmonë me çfarë përjetuan përgjatë javës, që nga fundjava temperaturat janë normalizuar disi, temperaturat deri në 28-29 gradë regjistrohen në Kosovë sot dhe 30 gradë në Maqedoninë e Veriut, e marta dhe e mërkura mbeten thuajse në këto vlera me një ndryshim shumë të vogël, me një rritje në vlerat minimale, por mesdita jo më shumë se 30 Kosova, 31 Maqedonia e Veriut, mbeten prezente rrebeshjet e shiut të spostuara kryesisht në pjesën e dytë të ditës dhe më së shumti do të jenë në Maqedoninë e Veriut dhe më pak do ketë Kosova, kryesisht skaj veri perëndim. Parashikohet që valet e të nxehtit, duke qenë se do të përfshin Shqipërinë si fillim, nga dita e njëjtë dhe në vijim presim temperatura shumë të larta, presim një maksimum që do t'i afrohet 37 apo 38 gradë Gjakova dhe Prizreni në Kosovë, presim një maksimum rreth vlerës 38 apo 39 të nxehtit do të përfshin pothuajse gjithë rajonin e Ballkanit, të cilat do të fillojnë nga dita e njëjtë dhe do të mbeten prezent për rreth 5 apo 6 ditë. Më pas do kemi një normalizim të temperaturave dhe sërish do kemi, tashmë kemi thënë jemi në kulmin e verës dhe her pas here temperaturat do të jenë të larta. Faleminderit Lajda, javë të mbar. Faleminderit.